Thuajse gjysma e zgjedhësve nga jashtë tashmë kanë dërguar votën e tyre në Shqipëri. Sipas KQZ, deri në orët e para të kësaj të njëjte, janë administruar 109.000 zarfe. Sipas procedurës, fillimisht ato ndahen sipas qarqeve, ku e ka pasur adresën në Shqipëri votuesi, dhe po ashtu do të vazhdohet deri në 11 maj, kur do të nisë numërimi paralelisht me zonat përkatëse. Tirana zë vendin e parë me mbi 25.000 votat e shprehura, e mëtej Durrësi me 14.500 dhe Fieri në 12.500. Nga 12 qarqet, më pak vota kanë mbërritur në Kukës me 2.000 të tilla dhe Gjirokastra me 2.700. Sa i përket shteteve nga ku janë kthyer votat, emigrantët në Italia në vendin e parë me gjysmën e zarfeve të kthyera, e mëtej Gjermania, që nga 25.000 zarfe janë kthyer 16.000, në vend të tretë qëndron Greqia. Janë të paktën 11 shtete ku ka pasur nga vetëm një votues, por që tashmë e kanë bërë zgjedhjen dhe e kanë dërguar votën në KQZ. Komisioneri po ashtu bën të ditur se posta ka dërguar të 245.935 zarfet dhe se vetëm 37.000 nuk i kanë marrë ende.